Kallëzohet penalisht në prokurorinë e Tiranës kundër admirali Kristaq Gërveni. Kallëzimi nuk bën fjalë për marrëveshjen e detit me Greqinë, ku Gërveni ka qenë mjaft aktiv, por për përdorimin e gradave ushtarake të pamerituara në takimet e larta ushtarake në NATO. I shkreu emisionit ushtarak shqiptar në NATO në një takim me drejtues të Aleancës Politike Ushtarake, është paraqitur me gradën admiral, gradë të cilën Gërveni ende nuk e ka merituar me dekret presidencial. Sipas informacionit të paraqitur në prokurorinë e Tiranës nga zyra juridike e Ministrisë së Mbrojtjes, përdorimi i gradës admiral është zbuluar në rastin e takimit të 170 të shefave të mbrojtjes së vendeve të NATO-s dhe atyre partnerë të zhvilluar në selinë e Aleancës në Bruksel. Në informacionin e Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se Kristaq Gërveni me veprimin e tij ka konsumuar nenin 72 të Kodit Penal Ushtarak, neni i cili parashikon dënimin me ulje në grad, me gjop, nxjerrje në lirim ose me burgim deri në 2 vjet. Mësohet se një muaj më parë zyra juridike e Ministrisë së Mbrojtjes i është drejtuar me një shkresë informative zyrës së prokurorisë së Tiranës, ku kërkonte fillimin e hetimeve për rastin e keqpërdorimit të gradave ushtarake nga kundër admirali Kristaq Gërveni. Për te këtij informacioni pak ditë më parë prokuroria e Kryeqytetit i është përgjigjur Ministrisë së Mbrojtjes duke i kërkuar kësaj të fundit informacion shtesë për formulimin e tij në një kallëzim penal. Nga sa mësohet pranë burimeve të prokurorisë, materiali është refuzuar për akuzën e pranimit të favoreve nga ushtaraku. Pikërisht në këtë dispozit thuhet se cili do që pa autorizim pranon funksione, nderime, pensione, vlerësime të kësaj natyre nga një shtet i huaj, ose që mban botërisht uniforma, shenja dalluese të gradës ushtarake ose dekorata kombëtare të vendit, apo të huaj që nuk i takojnë, kryen kundërvajtje penale dhe dënohen me ulje në grad, me gjop, nxjerrje në lirim ose me burgim deri në 2 vjet.